Sa vjeç je? Rrofehet për një person I cili preferon të udhëtimet dhe I dhan pas dëfrimeve. Një ditë prej ditëve ndodhi që të vizitoj një prej qyteteve dhe në programin e tij e kishte në plan të vizitohen edhe varrezat e qytetit. Duke ecur nëpër varreza, nga pamje e tillë dhe nga varret e shumta, zemra filloi t'i zbutet dhe shpirti t'i qetësohet. Një varr nga varret t'i tërhoqi vëmendjen, në dërasën e tij vërejti se shkruante: Filani I biri I filanit, I lindur në vitin 1934, I vdekur në vitin 1989. Mosha e tij ishte 2 muajshe. U habit dhe ashtu I çuditur u nis drejt atij që I hapi varret dhe e pyeti për këtë dallim. Punëtori u përgjigj: Ne në qytetin ton moshën e njeriut e krahasim sipas shpikjeve dhe veprimtarisë së tij, e jo sipas viteve të tij. Atëherë ky njeri ja ktheu në shaka dhe lojë. Nëse më vjen exheli në qytetin tuaj, shkruani mbi varrin tim, ky djalosh vdiq gjatë lindjes së tij. Pra jeto sa më gjatë dhe mos u kënaq me jetë të shkurtër.